Bordi i transparencës ka miratuar këtë të mërkurt çmimet e reja të karburanteve. Arritja e rëmpushimit dyjavor mes SBA-ve dhe Iranit duket se ka ulur çmimin e naftës edhe në Shqipëri, por vetëm 4 lek. Nga 224 lek që ishte më parë, nga sot nafta do të shitet me 220 lek. Ndërkohë benzina ka mbetur e pandryshueshme. Çmimet e caktuara nga bordi do të hyjnë në fuqi sot ora 15:30 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Bordi i transparencës u riaktivizua për të dytën herë pasi u krijua fillimisht gjatë krizës në Ukrainë në 2022. Vendimi i parë që mori ky bord ishte më 27 mars, duke ulur çmimet e naftës nga 214 në 203 lek për litër, por kjo ulje nuk zgjati as 24 orë, pasi operatorët u ankuan se këto çmime ishin nën kosto dhe ato do të pezullonin furnizimin me naftë. Bordi u mblodh sërish dhe më 28 mars e rriti çmimin në 218 lek për litër që ishte në fuqi deri më sot. Në Shqipëri elementi që shton më shumë barrën fiskale është taksa e qarkullimit prej 27 lekësh për litër. Akciza është fikse 39.4 lek për litër dhe 3 lekë është taksa e karbonit. Mbi këto llogaritet TVSH-ja, që është 20% mbi çmimin final. Ndryshe nga rajoni që TVSH nuk e ngarkon mbi taksat e tjera. Taksat mbi naftën në Shqipëri janë sa 2 fishi i rajonit.